Janë gjitha tema, diskutime që janë kalu. Me presionin që ka pas, para se ta merte vesh që familja ka qenë dakord. Nuk më çudit se Shëndriti gjithmonë e ka mbajt anën e Mateos dhe gjithmonë është, adën nuk është se ju kam doku në esen, kështu që nuk është se më çudit Shëndriti me thonë këtë gjë sot. Jo, po pseja është për mua kureshte, pse ka që fort? Se ka pa një njeri më të investuar, po pa tjetër që në një lidhje, kur starton, një njeri është më investuar se tjetëri, se për ndryshe lidhen që në ditë parë. Ne jemi shumë të lumtur me njëri tjetrin, faleminderit gjithsesi. Po pra, po më duket sikur Shëndriti nuk e shef kështu. Shëndriti normal e don me pa vetën e vetë në finale dhe me nxis pret me thana I love që me ul Brikenën që ta nxjerrë Brikenën jashtë, është gjë shumë normale kjo. Atëre po përfiton nga rasti, të futet në lojë, të futet e njerëzore që keni ju dy. Po kjo s'është logjike. Unë po të synoj për me zonë vendit me tull ty për me himu në finale. Jo, po thëmë normal që ti e shef këtë pikë lojës, ti për e shef vetën finale. Se cili e kena mundësin vetë, se cili vetën me vetë me ullë. Po pedi, amon përderi sa prajmin e fundit ti the unë I besoj shumë edhe Brikenës në raport me Mateon dhe tash po vjen po thu, ti I ke leju tjertë me hy në raportin e ju dhe po vjen po thu keq po vjen po këqyr me thona I gjo. As Brikenën, as Selina, as mi nuk e ullë, përderi sa ti nuk e ullë vetën, okej? Dihet kjo gjë është fakt. Kjo gjë është fakt. A më përderi sa prajmin e fundit, ti Shëndrit, the, unë I besoj edhe Brikenës në raport me Mateon, dhe the se na beson të dyve, dhe tash pëdel dhe pëthu që Brikena I ka leju personat me u futë ose është ndiku nga personat tjerë, kjo qa do të thot? Jo, je kanë te ajo që ke dash më mullë nëse e këshyrëm halë halë. Je kanë te ajo që ke dash më mullë mu? Jo me tull. Jemi kanë këtu ullur, edhe kur jemi kanë këtu ullur, Rogerti ja ka njësi debatë dhe tha, pse tha nuk ka njerëzillok, po mne të flasë mërë burë, se ki gjithmonë ki qevesh me folë ti, po mne me folë go pak edhe personin tjetër. Nuk mëj me shku në basë një... Tash, Rogerti ke ullur këto, edhe Rogerti tha, pse s'ka njerëzillok me Selinin dhe Mirë, dhe ke të diskutu, ke nuk më duk interesant të futa mrena, në momenti që dalja është ke ala të diskutu. Edhe të pashtu të në kone, sulmoj shemi të në konit të shemirë, pse ti nuk ja qëtë një pikë, pse ti nuk I thua Rogertit mos me ndërhy. Unë personalisht e kam pa mirë, 2-3 ka thënë Rogertit mos ndërhy të raport jam me Selinin, po Rogertit nuk ja vet letrat Mirit, nuk ja vet letrat, Rogertit veç vetës vet ja vet letrat në shpi, nuk ja vet letrat as Mirit, as Selinit, as ty, as mu, as Mateos, as kërkujt të mrena. Edhe unë thash në atë moment unë thash, kur një person si Rogerti, kur ne kemi shku te Flux Fusion edhe okej ka qenë gjestë njerëzore, batuta që ka ndodhë mes Mirit edhe Selinit, ka qenë personi I parë, prit një sekund, ka qenë personi I parë, që kur jemi fut mrena, e ka sulmu Selinin me I herë dhe I ka thonë, qysh ti bane kështu, e ka sulmu dhe Mirin, kur I pa ato aktët njerëzore që ka ndodhë mes tyre, I ka sulmu të dytë, ha? Teja, I ke sulmu. Po, amo nuk qona si Rogerti me thonë pëse ndodhin gjana njerëzore mes tyre, se Rogerti u qu këtu dhe tha, pëse së ndodhin gjana njerëzore, dhe ti qofse pret me ndodhin gjana njerëzore, kur je I pari që I para gjykon ato akte njerëzore, do me thonë që ti thjesht do me shfryzu situatën, dhe unë thash Shëndrit, thash pëse s'po I bjen, ja ke frikën Rogertit, me I thonë Rogert, mos ndërhyj, pëse ndërhyjnë të situatë atyne, se këta dy e ka pas lojnë e tyne, edhe që se dojnë me sqarun a gjo ullën dhe sqarojnë vetë, nuk ka nevoj për ndërmjes, as për Rogertit, as për ty, dhe ti the, mu nuk pëlqenj, ti the, mu nuk pëlqenj persona që dojnë me shfryzu situatën, ti the, mu nuk pëlqenj persona që dojnë me u fut në situatët e tjereve, su ti ke këtu dhe kërshë mirë, pse ti ja ke thonë atë laf, pse ke pru atë laf në Big Brother, ajo që është qarë.